Kryesuesja Kuvendit Antigona Bityqi sot ka ftuar mbledhjen e dytë për këtë vit të Komitetit për Politikë e Financa, e ku ishte i pranishëm edhe nënkryetari i komunës Kujtim Gashi. Me këtë rast në prezencën e shumicës së anëtarëve të KPF-s ka miratuar rendin e ditës prej 7 pikash për mbledhjen e radhës që pritet të mbahet ditën e ejtë më 27 mars 2025. Me këtë rast kryesuesja njoftoi se do të ketë edhe raporte si ai financiar për periudhën janar-dhjetor 2024. Raporti i Komisionit për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera për analizimin e dëmeve të shkaktuara nga fishekzjarret në fundvit. Sot kemi mbajtur mbledhjen e dytë të Komitetit për Politikë të Financave sa i përket vitit 2025. Prezent prej 9 anëtarëve kemi qenë prezent 7 anëtarë të Komitetit për Politikë dhe Financa dhe kemi pas një rendite prej 7 pikash, si pikat e zakonshme proces verbali dhe rendi i ditës. Pastaj për shqyrtim dhe miratim kemi pas projekt rregulloren për transparencë të komunës së Prizrenit, edhe projekt strategjin për sigurinë në institucionet arsimore në komunën e Prizrenit. Gjithashtu kemi pas edhe 3 pika tjera të cilat kanë qenë raporte, si raporti financiar për periudhën janar-dhjetor 2024, pastaj raporti i Komisionit për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera për analizimin e dëmeve të shkaktuara nga fishekzjarret në fundvit, dhe si pikë e fundit raporti i punës së Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale për vitin 2024. Të gjitha këto 7 pika u votuan unanimisht që ju kanë rekomanduar mbledhjes së Kuvendit, e cila do të mbahet ditën e njëjtë këtu në shtëpinë e bardhë. Mbledhja e dytë e këtij viti mbahet të ejtën më 27 mars 2025.